Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 33 vjeçe, e martuar dhe nënë e 2 fëmijëve. Jetojmë në një shtëpi private në Tiranë, në një lagje të qetë ku shtëpit janë njëra pas tjetrës, por secili mban botën e vet brenda mureve. Oborri ynë nuk është shumë i madh, por është vendi im i preferuar. Aty kam kaluar orë të tëra duke pirë kafe, duke luajtur me fëmijët, duke folur me babain tim. Sepse babai im ishte gjithmonë aty. Ai nuk jetonte me ne, por vinte çdo ditë. Ishte bërë pjesë e shtëpisë. Fëmijët e prisnin me padurim, burri im e respektonte shumë dhe unë e kisha gjithçka. Që e vogël kam qenë shumë e lidhur me të. Ishte njeriu që më mësoi të eci, të flas, të mos dorëzohem. Edhe kur u rita, edhe kur u martova, nuk u ndam kurrë shpirtërisht. Ndoshta pikërisht kjo lidhje e ngushtë bëri gjithçka më të vështirë. Ajo së mur papritur, filloi me një lodhje të lehtë që nuk e morëm shumë seriozisht. Brenda pak javësh gjithçka ndryshoi. Filloi të dobësoi, të humbiste forcën, të mos ishte më ai burri që unë njihja. Unë isha pranë tij çdo ditë, e mbaja për dore, i flisja, mundohesha ta mbaja të fortë edhe kur vetë po thyesha nga brenda. Një ditë ai nuk u zgjua më. Ajo ditë më shkatroi. Nuk kam përjetuar kurrë një dhimbje të tillë. Ishte si të më këpusnin një pjesë të shpirtit. Nuk mund ta pranoja që nuk do ta shija më në obor, që nuk do të më thëriste më me atë zërin e tij të qetë. Kështu mora një vendim që askush nuk e priste. Vendosa ta varros në oborin e shtëpisë time. Njerëzit më thanë që nuk është normale, nuk bëhet kjo gjë, është gabim. Por unë nuk dëgjova askënd. Nuk e përbaloja dot idenë që ai ishte larg, në një vend të ftohtë mes njerëzve të panjohur. Doja ta kisha pranë, të dilja në obor dhe të ndjeja që ai ishte aty. Burri im në fillim ishte kundër. Je e sigurt? Do jetojmë këtu çdo ditë, më tha. Po, isha e sigurt sepse për mua ai ishte thjesht një trup. Ishte babai im dhe në fund pranoi. Bëm gjithçka në heshtje, vetëm me familjen e ngushtë. Ishte një moment i rënd, por edhe i çuditshëm. Ndjeja një dhimbje të madhe, por edhe një qetësi të vogël, sikur nuk e kisha humbur plotësisht. Ditët e para pas varimit ishin të qeta. Dilja shpesh në obor, ulesha pranë vendit ku e kishim varrosur, flisja me të edhe pse e dija që nuk mund të më përgjigjej. Fëmijët më pyesnin: "Mami, ku është gjyshi?" "Është këtu pranë nesh", i thoja unë. Ata e pranonin shumë thjesht, për ta ishte një ide e pafajshme. Kaluan 4 ditë. Ishte mbrëmje, qielli ishte i errët pa shumë drita. Një qetësi e çuditshme kishte rënë mbi obor. Fëmijët kishin fjetur, burri ishte brenda duke parë televizor. Dola jashtë si zakonisht, ula pranë vendit ku e kishim varrosur. Për disa minuta gjithçka ishte normale. Pastaj e dëgjova. Një zhurmë lehtë, një fërkim në ndhe. U ngrita me një herë. Mendova se ishte në një kafshë që kishte hyrë në tokë. Këtu në fshat ndodh shpesh. Por nuk ishte kjo. Zhurma u përsërit, më e qartë këtë herë. Një lëvizje nga brenda, u afrova pak dhe pash që dheu nuk ishte më i njëjti. Po lëvizte lehtë, sikur po fryhej nga poshtë. Zemra filloi të më rrihte shumë fort. U përpoqja të jap një shpjegim. Mbase është toka që ulet, mbase është normale. Por në atë moment erdhi një zhurmë tjetër, më e fortë, si një trokitje nga poshtë. U tërhoqa me një herë, frika më pushtoi. Vrapova brenda dhe thirra burrin. Eja shpejt, diçka nuk shkon. Ai doli fillimisht i bezdisur, po kur pa gjendjen time u seriozua me një herë. Dolëm bashkë në obor, qëndruam në heshtje për disa sekonda. Pastaj e dëgjoj dhe ai zhurmën. E njëjta zhurmë, vinte nga nën toka. Ai më pa në sy dhe nuk foli. Unë e kuptova që ai ishte shumë i trembur. Mos u afro, më tha me zë të ulët. Por nuk mund të largohesha. Isha si e ngrirë
dhe u lëvizi përsëri, këtë herë më fort, si një shtytje nga brenda. Fëmijët u zgjuan nga zhurma dhe filluan të qanin. Gjithçka u bë shumë kaotike. Unë qëndroja aty duke parë tokën, duke pritur diçka që nuk e dija se çfarë ishte. Burri më tërhoqi brenda me forcë. Mjaft, do merremi nesër me këtë. Por nata nuk kaloi kurrë për mua. Nuk fjeta. Qëndrova zgjuar duke dëgjuar çdo zhurmë. Çdo minutë vinte përsëri e njëjta gjë. E lehtë, pastaj më fort, si një kujtesë që diçka nuk ishte në rregull. Në mëngjes dola jashtë me frikë. Dheu ishte ndryshuar, nuk ishte më i sheshtë. Ishte i çarë lehtë në disa vende, sikur të kishte lëvizur nga brenda. Në atë moment ndjeva një të ftohtë që më kaloi nëpër trup. Për herë të parë nuk po mendoja më për një shpjegim normal, po mendoja për diçka tjetër. Diçka që nuk doja ta besoja dhe ndoshta ajo që unë kisha bërë nuk ishte një mënyrë për ta mbajtur babin pranë. Diçka e tillë nuk duhej bërë dhe tani ishte tepër vonë për ta kthyer pas. Toka kishte filluar të fliste dhe unë nuk isha gati të dëgjoja çfarë kishte për të më thënë.